më duket Allah e zotërat kur ta çoni si fëmijë autik, do me ta afro shumë me fëmijën ta. Edhe ti e këshirë, ti qysh e kile të veçancë, edhe e këshirë në vazhdimsi. E lutjet e sabajit që i bojna që mi u dhonë motiv atyre që ndoshta e ka një fëmijë autik edhe 3-4 vite, 5 vite dhe ty që lodhët fëmija se ato kanë kërkesa pak më tepër se fëmija normal. Edhe ti ja ban një lutje që Allah i mi shëru, autizmi nuk shërohet. Mund të më përmisu deri me një gradë shumë të madhe. Leukemia shërohet, elhamdulillah, i ka dhënë shërimi po. Pjesës autizmit ta afrojsh, ta mirësh pak më afër. Për shembull, kam pa disa fëmijë, pasha Allah, kur i shoh këto fëmijë ti thon Allahit, o Allah, këshire. Kjo në këtë dunjë nuk është i vetëdijshëm për disa situata. Domethënë ka një rregullime dhe ti nuk e merr në llogari. Ai ndoshta këtu ka me hek pak. Po ndijikimi te xhenet ose no. Unë ti duhet me kon të lumtur në një farë mënyre. Pasha Zoti li më kanë i lumtur. Ati i cili ju ka sprovu fëmia li më kanë i lumtur. Do të thonë ti ndoshta nuk e sheh se këshire. Në çasti është shumë e drejtë. Dunjaja ka fillim. Atë ai besoni që ka mbarim? Pashallah, ne besojmë se çdo të çovna, e kupton. Nuk ka njëri. Edhe ai islamofobi më i madh, ai që e shon dinën Allah, ti që ne ditë ka më lënë këtë dunjë. Ahireti ka fillim, edhe s'ka mbarim. Ku është e vërteta? Te kjo që ka mbarim, atë që s'ka mbarim. Nëse e beson që tu, a di ç'shime kjo punë? Shkon pushim ti. Kemi shku së nuk pushim. Kemi shumë u knaqë. A shkon pa kufira me kufira. Budalli nëse shkon pa kufira. Edhe unë edhe zënjoni. Zënjoni musha 3-4 kufira me po të tisha, me po të hargjë, me po të sen. Ta allojmë, çfarë kufira të shku, pasha allojmë. Kufira ta allojmë bushi. E kjo është pointa që më tregu atyve që këtu nuk ka është fundi i botës. Ja, sa fundi i botës. Mos jeni në depresion. Allahu të kënaq, çish më kënaqë mu me këtë fjalim, po edhe këtë prindërit me fëmijë me autizëm.